Është folur shpesh për rritjen e mirëqenies ekonomike të shqiptarëve, ku shpesh ka patur po ashtu edhe nisma për rritjen e pagave dhe pensioneve, por sa ka ndihmuar këto nisma në përmirësimin e gjendjes ekonomike. Sa mirë janë qytetarët e Vlorës sot për sa i përket ekonomisë familjare. Në intervistat e tyre për Blu Televizion, ata thonë se me pagat dhe pensionet që marrin nuk ja dalin dot. Sipas lonjatëve, me rritjen e pagave dhe pensioneve ka ardhur edhe rritja e çmimeve të çdo produkti të konsumit të përditshëm, e bërë të pamundur jetesën. Pensionistët thonë se nëse nuk do të kishin ndihmën e fëmijëve që dërgojnë para, nuk do t'ja kishin dalë dot për të jetuar. Sipas tyre, të rinjt me këto paga nuk krijojnë dot as familje, duke zgjedhur më pas të largohen. Çfarë ekonomi në pleq kemi ngelur ku ka. Ne vetëm pleqe plaka ka ngel. Nuk krijojnë dot familje këtu me këtë pagë. Krijojnë dot familje. Çmimet e shtëpive ka vajtur sa trafiu. Çfarë do blej shtëpia i do krijoj familje, do rris fëmijë. Është e pamundur. Ato gjëra nuk tregojnë. Si plotësojmë dot po që aty. Vërtetemi tek mesatari. Çfarë do dëshironi të ndryshonte që pa mirë e këti. Kush do e bëj atë? Po kush e ndryshon këtë punë këtu? Kush e ndryshon asgjë? Ku ka më mirë me 100.000 lekë pension të ke qenë në jote? E të rinj për të rinj kapun bëzduan të punojnë të rinj. I duan kështu, paga katran me boja. Çfarë do të ndryshon, çdo gjë të ndryshoj këtë qenë. E ku e dal dot unë 100.000 lekë? Thjesht të them unë para një jave unë vajta bëra një analizë 60.000 lekë, edhe një analizë tjetër 40.000 lekë, 100.000 lekë, edhe 20.000 lekë ngel nga pensioni. Kush me të shtuar fort. Për mos më keq. Pensioniste jam, marr 130.000 lasur vetën time. Por asnjë gjë. Si ja bëjë, shqyqy që s'marr ilaçe, edhe na japin fëmija. Të rinjtë rogat? Asnjë gjë, ç'a i dalin atyre. Me fëmije, me qiraje. Ju jeni vetë, sa mirëni dhe ju. Asnjë gjë. Çfarë do ndryshoj? Çfarë do ndryshoj, më thuaj mua. Kur kemi 35 vjet, nuk ka ndryshuar gjë, çfarë do ndryshohet? Ne njerë që do vdesim, së ndryshon gjë. Sa për të mërën bukën? Po dëshe. Unë marron 150.000 lekë në muaj, pensionist. Po? Do, këto kemi. Qa të themu? Po ja roga jo është 150.000 lekë, pension. Roga të rive, ne i kemi jashtë. Po në fëmijë në mbanë, kush në mbanë? Më ledhë në supet. Në supet e dërës, 150.000. Ujtë, dëridë, asësorë, shkallë, janë tjetë. I përbush, tjetë. Qa do bëjë? Do ushem do mutetët. Edhe sipas të dhënave më të fundit nga Instat, rritja e pagave dhe pensioneve nuk ka dhënë asnjë efekt, pasi çmimet e produkteve, pronave dhe shërbimeve janë dyfishuar. Instat konfirmon gjithashtu se gjendja e 65% e popullsisë ka pësuar rënje ekonomike.